Asalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra. Mirë se erdhët në emisionin tonë Çfarë na mungon. Në tregun e madh bashkëkohor, ku serviret çdo lloj gjëje, ne kërkojmë cilësitë e njerëzit. Atij njeriu që na ka munguar, sidomos në të 100-vjeçarin e fundit. Ne vazhdojmë të kërkojmë këto cilësi në shoqërinë e Hoxhës tonë të nderuar, Hoxhë Enis Rama, duke uruar mirëseardhjen në emrin tuaj dhe në emrin tim. Hoxhë, mirë se erdhët. Se gjej zoti shpëlbyer. Amin dhe ty Hoxhë, Allah nderoft. Ne vazhdojmë në të treg ku serviren lloj e soj gjërash, i themi në gjuhën popullore, të kërkojmë cilësitë që na mungojnë për njeriu që kërkon krijuesi i botrave. Vazhdojmë të plotësojmë cilësitë e Ibadur Rahman. Sot Hoxhë do të jemi me një cilësi që me thënë drejtën dani direkt pyetjen pa thënë cila cilësia, po që është do flasim për idhujtarin, do flasim për shirkun. Çdo musliman e di dëmin e tij, sa i rrezikshëm dhe pse Allah subhanahu wa taala nuk e pranon, vjen si cilësi e Ibadur Rahmanve si radhitur mbas 4-5 cilësive që ne kemi përmendur më sipër. Cili është sekreti? Ne dimë që kjo është rrezikshme dhe nuk themi që jo, po cili sekreti pse ka ardhur pikërisht, më thënë mbas 4-5 cilësive që ne kemi përmendur në netët që kemi kaluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lutim Allahun e mënduar që të na i pastrojë zemrat nga çdo njollë idhujtarisë, syfaqësisë, zilisë dhe punëve tjera të këqija dhe gjithashtu të na bën nga robët e tij të mirë. I nderuar Allah, fillimisht Allahu xhallahu ala në vazhdim thotë walladina la yad'una ma Allahi ilahan akhar. Dhe ata rob të mirë, njerëz të formuar si duhet, janë ata që nuk therrasin dhe nuk lusin, nuk adhurojnë dikë tjetër pas Allahut të mëdhëruar. Ndoshta është e vërtetë se kjo mund të na tërheq vëmendjen, a thua vallë pse nuk u fillua me kët, por ka mbetur disi e vonuar pas disa cilësive. Fillimisht renditjen e cilësive e bën Allahu xhallahu ala dhe sekretin real të kësaj e din ai vet, nuk e dim ne. Jo në është që ne të bindemi, të përulemi, të pranojmë sikurse janë, kjo është e para. Mirë po nëse do të mundoheshim pas kësaj të bënim një përpjekje mendore, para se na ka pa Allahu mundësi që të ndihmohemi me ndoshta edhe traditën e dietarëve se si veprojnë këto raste, atëherë mund të themi se fillimisht jo gjithmonë renditja apo e gjërave nuk kupton se renditja në bazë të rëndësisë. Në Kur'an kemi për shembull raste kur Allah xhallahu ala rendit haramet në bazë të më të lehtës duke shkuar ka më vështira. Dhe kjo është traditë kuranore që nuk ka diçka e re që ndodh këto. Dhe kjo nuk e zbej absolutisht rëndësinë e kësaj teme. E para, e dyta, kemi të bëjmë para kësaj me një varg veprash, komunikimesh me botën e jashtme, sikurse kemi thënë me njeriu, me këtë dhe me atë e kështu me radhë. Dhe Allahu xhallahu ala pastaj pas që na i prezanton këto vepra se janë të mira, do të ecim në tokë, të ecim drejt, mirë, qetë, sigurt, larg mendje madhësisë, me modesti, të komunikojmë me të tjerët me paqe dhe me qetësi dhe me rahati, të jemi nga ata që natën vetmuemi dhe lusim Zotin e Madhnuar, gjithashtu nga ata që shpenzojnë dhe janë bujar dhe luftojnë kooperacinë dhe janë solidar. Gjitha këtu janë vepra të cilat janë të mira, kërkohet nga njeriu të ketë. Mirë po, kuptimi i tyre është nëse janë në kuadër dhe në sozat të tauhidit, besimit në Allahun xhallahu xhelalu. Andaj pothuajse po të kishte para renditja e tauhidit, pas këtyre të ishte to, ndoshta përkujtimi do të ishte i zbehur. Por ka ardhur kjo në mes që të bën një lloj lidhje mes asaj që vjen para kësaj dhe asaj që vjen pas saj. Dhe sikur që e ketë njohur, nyja është ajo që zakonisht bën lidhje më të fuqishme të dy gjërave dhe dy anëve. Dhe kemi cilësi përpara që vinë dhe cilësi që vinë pas kësaj. Dhe tauhidi këtu ka ardhur apo kërkesa për të larguar dhe për të braktisur shirkun ka ardhur pikërisht në gjysmën e cilësive. Dhe pothuajse kjo është nyja. Dhe pothuajse Allah po na tregon se këtu duhet të lidhemi. Madje edhe vetë Allah xhallahu ala këtë çështje quhet nyje dhe e quhen lidhje. Sikur thotë Allah xhallahu ala në surën Al-Baqara, thotë Allah te baraka taala, "Wa man yakfur bit-taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, la infisama laha." Ai cili e mohon adhurimin e ndokujt tjetër pas Allahut, apo wa yu'min billah dhe beson vetëm në Allah, faqad istamsaka, i tillë është ka për çfarë? Për nyjen e fuqishme. Nuk ka thënë Allah për litarin e fuqishëm, apo për nyjen. Nëse nyja është pjesa më e fuqishme edhe litarit edhe lidhet në dy palë. Andaj mund të jetë edhe kjo, do të fillimisht Allahu e din. E dyta, nuk është kjo e re për Kur'anin,
din të bëjnë kësi renditje edhe vendet e tjera, që të fillot nga më pak e rëndësishme deri tek ajo që është më shumë e rëndësishme, dhe pastaj gjithashtu e treta, thash, për kujtimi i freskët vazhdimisht, apo nga se këto punë janë të mira, por janë të mira dhe kanë kuptim kur janë në kuadër të kësaj, se pak s'kan kuptim, dhe gjithashtu do të shërben si një nyje lidhëse e fuqishme mes dy palëve të cilësive që janë në pjesën e parë dhe në pjesën e fundit të kësaj sure. Allah ndërtosh. Nuk do të flisim sot, ndoshta më thënë për ligjet që flasim për shirkun, llojet, sepse ndoshta është trajtuar shumë herë në televizion dhe në emisione dhe për ligjëratat e hoxhallarëve të ndryshëm, por një pyetje që them idhujtaria është kulturë dhe relik për jetën cilën jetojmë sot për këto ditët bashkëkohore. Dhe nëse e përmendim si të tillë, si kulturë dhe relik, a kemi problem? Sepse kur kemi kulturë, ti duhet me e ngrit pak në piedestal atë. Sot për shembull kemi një përmbysje vlerash dhe kulturash, dhe këtë kanë shkaktuar shkaqe të shumta. Unë mendoj se njerëzimi nga zbrastia që po e përjeton dhe nga po e vuan këtë zbrasti, këtë mungesë, këtë boshllëk të brendshëm, mundohen që ta mbushin me gjëra të lloj-llojshme të ndryshme. Unë qytetin për shembull kur njerëzit të kaluarën që është e vërtetuar se ka qenë gabim, nuk është në rregull. Njeriu ka qenë në një shkallë të ulët të civilizimit të kulturës. Pikërisht ajo tash më shndrohet në kulturë. Pse këtë bëjnë njerëzit apo? Pse këtë bëjnë njerëzit? E bëjnë ndoshta për të dëshmuar një lidhje me të lashtë, me të kaluarën, për të dëshmuar rënd e tyre në këtë vend ku janë kështu më radh. Mirë po, me këtë rast ata degradojnë arsyeën, degradojnë logjikën, degradojnë vetë njeriu. Dhe në këtë rast për shembull dua të them se tek ne për shembull më të madhe në vendet tona shqiptare ende mbrohet kanuni i lek Dugaxhinit. Mbrohet më të madhe dhe konosin një kulturë dhe pasuri po e popullit shqiptar apo. Dhe kur i kthejmë atij kanuni atje shumë gjëra që pikërisht shumica e gjërave të shëmtuara që i ka treguar ky popull dhe ka vuajtur për shkak këtyre janë pjesë atij kanuni. Ndërsa ata e lavdrojnë kanunin, ndërsa kjo më duhet diçka për mua të absurde, është paradoksale, pa kuptueshme. Subhanallah, e lavdrojnë kanunin dhe e mbrojnë, ndërsa efektet negative që i ka shkaktuar pikërisht kanuni janë vesh në Islamit. Tash, pse Islami duhet të paguan faturën e kanunit negdoj? Pse? Le të paguan ai vetë këtë faturë. Islami paguan faturat e tij, nëse ka diçka që i faturohet gabimisht, që i faturohet se ka shkaktuar gabime, ka shkaktuar probleme në mesin e shoqërisë tonë. Për shembull, sot më të madhe Islamit i faturohet problemi në raport me të drejtat e gruas. Islami s'ka pas problem kur me këtë çështje. Apo dhe kur sillin shembull, për shembull thonë Islami s'ka garantuar gruas të drejtat, nuk e lën të emancipohet, të integrohet kështu më radh. Po mirë, na sill shembull, e shembulli sillin nga kanuni. Po kjo është e kanunit, nuk është e jona. Për shembull, apo thonë ecja e gruas mas burrit. Që kjo është një çmim tek përbuzja. Te gruaja ndosë burri ka ecë përpara, gruaja pasi ka ecë. Apo kjo është pikërisht e kanunit, kjo s'ka të bëjë me Islam. Kjo është e Islamit. Dhe kur e shikojmë për shembull se si mundun të arsytojnë ndonjëherë këtë thonë se atë kanë qenë në gjak shpesh herë, e kanë vendosur gruan mrapa, nga se ka qenë turp të goditur gruaja dhe gruaja ka mbrojtur shtëpinë e burrit apo. Po kjo problemi juaj që keni qenë vrasje, keni bërë gjakderdhje, e ka qenë hakmarrja për hapur, gruaja është dashur vetëm, ka problem le të faturohet këtë dikujt tjetër apo. E dua të them që disa gjëra nganjëherë domon bëhen në mënyrë të padrejtë dhe promovon dhe kur shikohet se a është e logjikshme të promovohet një ligj ose të vlerësohet një kanon apo i cili e ka rrënjosur hakmarrjen në zemrat e shqiptarëve. Pikërisht për atë ka ardhur. Domethënë degradimi i gruas, mohimi i së drejtës së trashëgimisë, gjitha atje janë, nuk janë tek shariati. E kështu me radhë me gjërat e tjera. Për shembull, lavdrohet ajo, lavdrohet kjo, bëhet kjo konsiderohet kulturë, civilizim e kështu me radhë. Të gjitha këto bëhen vetëm që të mbush një boshllëk. Apo një boshllëk i cili pastaj më lehtë u mundson çarçeve të caktuara që
ti mbajnë të gjalla disa, po them pseudo vlera që ata i quajnë vlera, apo. Se nuk mund të mbajnë ndryshe. Nuk mund të mbajnë ndryshe përveç se domethënë në qoftë se ringjallen disa po mënej aspekte kulturore të së kaluarës dhe përmes saj pastaj mbahet e gjallë një vlerë e caktuar, mbahet e gjallë, ndoshta mbahet e gjallë një drejtim i caktuar, një orientim i caktuar, e i cili do të thotë rrezikohet pa këtë kulturë, pa këtë rrezikimi. Edhe nëse kjo kulturë ka të bëjë me paganizmin, me idhujtarinë, me kohën e shpellave, me kohën e idhujve, me kohën e idoleve, nuk prish punë. E rëndësishme është, nëse kjo është një bazë që ne mbi të ndërtojmë, e ndërtojmë kulturën tonë, civilizimin tonë, të ardhmën tonë e kështu me radhë. Andaj nëse për shembull shikojmë sot në kulturën perëndimore, dhe civilizimin që sot domthonë më të madhe njerëzit janë më gjepsur pas tij, shohim se burimet e tij dhe bazat e këtij civilizimi dhe kësaj kulture janë pikërisht në paganizëm dhe idhujtari. Apo, diçka që me të madhe është ndërtuar në këtë idhujtari, në bestytni të shumta që nuk mund t'i pranojë logjika e njeriu. Nuk mund t'i pranojë. Dhe pikërisht pe kësaj tashmë njeriu, apo për kësaj kulture, për këtë mentalitet sot njeriu për shkak është bë rob i dikujt tjetër. Rob i epshit e tij, rob do të thotë i pasurisë e tij, rob i gjërave të tjera që sikurse kemi thënë në fillim, ato janë për të shërbyer atij, jo njeriu të shërbën atyre. Prandaj pe ku ka ky, po them kushtimisht ky disponim i njeriu që ti robrohet çdo kujt që vjen. Për ku ka ky disponim? Thash pikërisht për disa rrënjve kulturore që ky njeri do thotë i referohet atyne, jeton në bazë atyre edhe kështu me radhë. Nëse ky është problemi hoxha sot që me gjithë zhvillimet që ka, qoftë perëndimi, thënë teknologjia, çdo gjë, i gjën që kthehen në besëtnit, duke respektuar ato siç është relik dhe kulturë. A mos vjen kjo për shkak të boshlikut, më thënë shpirtëror të monoteizmit, edhe plotësohet me këto dhe duke ditë që është turp, me besu shumë në gjëra të cilat nuk bën, logjika sot e zhvillimit tënd nuk do të çojnë atë lloj besimi që ke, por duke sjellë si kultura, duke sjellë si, më thënë, diçka të vjetër, respekt për të tjetër, jo se ne besojmë. Ama në vërtet mund të jetë kjo një boshlik, më thënë, i monoteizmit tyre? Unë përmend se është pjesë e boshllukut dhe e përmend një gjë tjetër që është më rëndësishme ta kuptojmë vëllai nderuar. Bëhet fjalë për një sistem vlerash që njerëzit jetojnë sot në bazë të tyre. Po i quaj sistem vlera, pavarësisht vlerësimit tim sa janë vlera si janë vlera ato. Po shoqun ato, sistem vlerash që sot njeriu bashkëkor edukohet në frymën e këtyre vlerave. Dhe çfarë ndodh? Sot për shembull, njerëzit ose qartë të caktuara njerëzish të prirur nga interesa të ndryshëm, nuk janë të interesuar që besimi në Zotin Xhela Xhelaluhu, apo të jetë ai që e orienton jetën e njeriu. Nuk janë të interesuar. Po normal nga se besimi aktiv në Allahun e Madhnuar prodhon pastaj edhe pohimet e tjera, nuk mund të mbetemi vetëm një pohim. Përderisa kultura e idhujtarisë apo të mban për shembull në atë kuptimin se është çështje personale feja ime, apo është kulturë. Thjesht unë jetoj si du, veproj çfarë du, zgjidhja ime, por e kam një idhulltimin, e kam një zotimin, nuk kam zot fara për shembull, është çështje e dëshirës. Pse? Gjitha kjo që të mbetet sa më larg nga jeta besimi. Do të thotë, është një disponim për të pranuar çfarë do lloj besimi qoftë, përveç se në Allahun. Nga se besimi në Allahun pastaj jep një aktivitet të ngjeshur jetësor që fillon të ndryshon tash kahjen e jetës. Dhe duke ndryshuar kahja e jetës, rënohet sistemi i vlerave që ata i kanë ndërtuar. Ndërsa këtë nuk e rrezikon asnjë besim tjetër. Dhe kjo është një përsëritje e historisë e vazhdueshme që ka qenë gjithmonë edhe në kohët e pejgamberëve. Për shembull, nëse do ta ndërlidhim këtë me kohën e Ibrahimit alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam e bëri një provim apo ku demaskoj kualitetin e besimit publik. Se s'keni kvalitet, s'keni kufra besimi jo. Po. Dhe çfarë u tha? Shikoj subhanallahu, kjo është shumë e fuqishme çfarë bëri Ibrahimi alayhis salam. Dhe Ibrahim ka qenë i njohur me demaskimin e idhujtarisë. Dhe idhujtarëve. Fillimisht
Fillimisht, ai publikisht dhe botërisht shpalli se beson në diç që quhen yje. Apo edhe pse populli i tij nuk është i tërë në këtë besim. Ata ka mujtë që nga këtu ta luftojnë. Se ti, nga se baba i Ibrahimit alayhisalam ishte, do të thotë ai që i gdhante idhujt. Do të ata kishin idhuj caktuar. Tash pse nuk po e adhuron idhullin e babës tënd, po shkon me yll. Apo nuk prish punë. Nuk prish punë. Apo nga se idhulli që ti po e adhuron ka emrin ndryshe nga idhulli, për ndryshe reflektimi praktik jetësor është i njëjtë. Apo i njëjtë, nuk na ndryshon sistemin e jetës. Kët nuk e pranojnë njerëzit. Njerëzit nuk rezistojnë për Zotin. Po të mos ishte kërkesa që besimi në Zotin tash të përzihet në jetën e përditshme. Këtu njerëz kanë rezistuar. Këtu njerëz kanë rezistuar vazhdimisht. Një besim aktiv, produktiv, një besim cilësor, se besim në gjithçka, beson çka dush. Andaj thonë besojnë kët, askush nuk e ngucë. Askush nuk e shesë, madje askush nuk i tha pse po beson kët. Tash kemi tutje, Ibrahim sa. Tha, unë po besoj në hanën se që nga pak më e madhe. Prapë kjo nuk i provokoi asë dhe emisie. Askush nuk i tha do të djegim, nuk i tha do të vrasëm. Asgjë, absolutisht interesant. Dhe me këtë u dëshmonte se, shika, do të thotë, nuk mund të adhuroj diç, për shembull që diçka është më e madhe se ajo tash. Nuk është e mundshme. Si Zoti im tjetë i vogël, do sa një afërti tjetë më i ndryshëm se ky. Po e marrën pra kët. Ai donte të demaskonte besimin e tyre, të tregonte se shikoni me çfarë kritere absurde ju keni për çka adhuroni. Pse pra këtë Zot? Pse bën një më të madh pra? Në sorë çështja me madhësi, me bukuri, apo që përcaktohet Zoti, po nuk përcaktohet Zoti. Falamma afal qala la uhibbu al-afilin. Po sa përndoi tha unë nuk i duk të Zot që shkojnë, du me mohon gjithmonë Zotin. Apo falamma ra'a ash-shamsa bazigha, po sa pa diellin, apo të shfaqur, të dukshëm, që ndriçonte tha, hada rabbi. Tha kjo Zoti jam. Kjo Zoti, këtë adhuroj. Prap nuk ka reagim. Prap askush nuk i tha si. Çka është ky dëshimi i Zotit në gjithë për ditë? Pse po ndron kështu? Askush nuk reagon. Absolutisht. Po sa ju tha, unë gjitha këtu i më në Zoti jam. Ajo Zoti jam është Allah që ka krijuar filloi armiqësia. E pse tash? Pse s'bën Allahun madhuru? Pse diellin bën? Pse hanën bën? Pse lopën bën? Pse gjitha këto bën? Pse Allahu nuk bën? Pikërisht për shkak të gjallërisë që e jep besimin në Allah. Tashmë nuk mundesh ti të manipulosh apo mendimin që ka besuar në Allah. Nga se tashmë këti i është rikthyer natyrshmëria, i është rikthyer arsyeja, i është rikthyer logjika, tashmë kjo ka një sistem caktuar tjetër, nuk mund ta manipulosh, nuk mund të bësh kompromise me të, e kjo është problem. Sot në botën e sotshme problematika e njerëzit që nuk mund të bësh me ta kompromise në parime, pamundshëm është. Për këtë arsye edhe është problemi me Islamin. Dhe gjithashtu e dyta ku Ibrahim më demaskoi, po ishte kur ata patën një lloj feste kombëtare dhe kishin organizuar një dalje jashtë qytetit. Dhe ftuan Ibrahim në të shkonte me ta. Tha inni seqim, jam i smut, u arsyetua. Nga se kishte planifikuar një plan prap të godaste në ndërgjegjen dhe arsyen aty që ti këndalte. Ai në normal çfarë po bëni? Në çfarë bëri? Shikoj këtë shkallësi çfarë bëri. I theu të gjithë idhujt. Të gjithë idhujt i theu. Dhe idhujn e madh, atë më të madhen, afër ti vendosi sopatën, që me te theu idhujt. Dhe kur erdhën ata, u të mëruan. Men fale hadha bi alihatina. Tha kush e ka bërë këtë me Zotin ton? Çfarë ka ndodhur? Kush e ka bërë? Atëherë than një djalosh i quajtur Ibrahim, aja ka bërë këtë. E ftuan më një herë. E ente fa'alta hadha, a ti ke bërë këtë me Zotin ton? Çfarë tha? Tha ka bërë i madhi kebirum. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tha pyetnin nëse mundën me folat ata. Shiko, kur kjo godit, ta shtu ta pysim, po kjo s'pytet kjo, kjo s'flet, kjo, po kjo s'dën tëtë kështë ka... Dhe dhe për një moment, u rikëthyën në natërshmëri, për një moment ata e marën vetën, po kur e kujtuën se qëka do të tëtë,
të thehet ky sistem vlerash, sa do të thejnë me tjera, nuk e pranuan debatin, thanë do të djegu më përën. Po çfarë ka të bëjë me djegjen? Ti rruje zotin tënë? Po ti fal, tash a jemi në fakte. Unë po e sfidoj zotin, unë po e thej. Nëse zoti më thënë ai mutash. Ata zguxojmë këtë debat, ata nga se ata e dinë se nuk mund të ndodhë. Në çfarë ndodhi? Ndezën zjarë, ta ndjekin Ibrahimin e kështu me radhë ndodhi. Edhe Zoti xhelala shpëtoi nga zjarri apo. Ata duhet të them se njerëzit, domethënë, janë në gjendje të pranojnë çfarë do lloj besimi, çfarë do lloj përkushtimi, çfarë do lloj bindje, përveç besimin në Allah. Allahun. Ja, kjo nuk bën. Kjo nuk bën për shkak se kjo pastaj shkakton probleme. Nuk mund të bësh kompromis. Ose pa mund, nuk mund tash të imponosh vlera caktuara nga se bëhet fjalë tash po për diçka të tjetër. Por ose njerëzit janë gjendje me çdo që më mbush, kanë njerëz duket ty po është e mundshme ti a di çka po thua. A di çfarë po beson? Megjithatë, e sheh se domthonë është i gatshëm edhe këtë ta bën vetëm që ta mbyll derën e hulumtimit për matutje. Nga se e ka gjetë mjaft më, s'po kërkoj. Sa për këtë besimit e kam përfunduar, kam besim. Po ti hape këtë derë, vazhdo matutje. Nuk është ky stacioni i fundit i kërkimit. Nuk është stacioni i fundit i kërkimit. Prandaj njerëzit janë në gjendje me mbyll derën dhe me e fik zënën e ndërgjegjës, vetëm që mos bëjnë ndryshime. Dhe dua në fund të kësaj të them edhe një gjë tjetër për shembull. Shikoj për shembull, ajo që prezantohet si e vërtet shkencore, kjo është e kënaqshme. Për shembull, nuk po flas nga çështja e besimit, ai që nuk po flas tash nga këndi im si musliman. Prezantohet si vërtet shkencore dhe mbrohet fuqimisht në libra dhe mësohet tek ne se njeriu ka prodhë nga majmuni. Apo me në anën tjetër me dhjetra studime kanë dëshmuar se kjo absolutisht nuk ka kurrë lidhje kjo me njeriu. Me po nëse nuk është për majmunit, për ku është i krijuar. Kush e krijoi këtë zban këtë rrugë, mbyllë derën. Pranojmë të jemi pasardhës të majmunave, por nuk pranojmë, po mos apo dera. Dhe kjo është ironia, vazhdojmë ende në shkollat tona. Studiojmë këtë gjë dhe pse shkenca ka refuzuar sot. Unë e lexoj për një javë. 73% saktësisht studim. 73% të amerikanëve besojnë se Zoti ka krijuar. Nuk besojnë në teorinë e Darwinit apo. 73% të shtetit më të zhvilluar në botë sot nuk e besojnë këtë teori. Ndërsa mësojnë dhëndshëm. Nëse ne duhem të integrohemi pra apo në Evropë ose në vlerat e SBA-s kështu më radhë, shiko, 73% nuk e besojnë këtë teori fare. Ata e kanë të shtirur këtë teori, nuk besojnë këtë teori fare. Po atë tek ne, unë jam i bindur se 80% e fëmijëve që mësojnë nuk besojnë këtë teori. Do të thotë shumica e arsimtarëve që e japin nuk besojnë këtë teori. Por kanë mbet më tepër si mit, kanë mbet më tepër si një bestutni se vërtet shkencore. Mi po nuk guxoj të the dera. E dim se çfarë është, e dim se nuk jem nga majmuni, por duhet të gjem diçka tjetër tash. Nëse në të majmunit e të kujt jem? Diçka duhet të jemi. Në qoftë se vërtetohet se nuk jemi nga askush, jemi nga dheu, tash jo problem. E kush e boni kët? E tash kjo ka në Kur'ani po armën kët, këna bën komplikime. Lëre kështu. Më mirë se këmbë. Andaj më nëse këna kthen tek pyetja që bëra. Do janë në gjendje që të ofrojnë çfarë lloj kulture, madje edhe të idhujtarisë, edhe të bestutnive, të gjëra të ndryshme, vetëm që të mbushin me diçka tregun e njerëzve. Të mbushin me çka zemra ti dhe mos me domotutje. Se për këtë kësaj të mjaftojmë ne. Ti shiko punë tjera. Se për këtë besimit, kulturës, civilizimit, ne të mjaftojmë. Ka kush mendon për ty, ka kush thot për ty kështu më radh, ndërsa ti shiko punë tjera, ti shiko fito parë, ti shiko fito materializëm. Ti dëfrau, angazhou, kënaqë me këtë botë. Punë tjera, na i kryjmë apo. Na i përfundojmë. Të disi janë bërë disi si ata, domthon ky grup i njerëzve apo është bërë ai që thjesht e ka uzurpuar tër trashëgimin njerëzore. Dhe nuk lejohet që do të thotë asgjë të studojnë këtë temë. Po të vazhdojmë aty, të shikojmë. Atë shikojmë. Po nuk bëhet kjo. Pse? Ka rënë sistemi. Ne e patëm për shembull krizën globale ekonomike kur është e pakjeshta temës, apo dhe u dëshmua, nga ekspert u dëshmua se rënd e kësaj krize janë të thjesht tek
tek aso e që quhet interes dhe fajde. Nëse kishte inflacion hatashëm të madh, kishte prezantim të pasurisë jo reale, që kishte shkaktuar, do thotë, kamatë të mëdha. Dhe rrugdala ishte që të fillohet që të largohet kjo dhe të punohet në formë tjetër apo. Problem. Jo, nuk pranohet për shkak se rënohet sistemi. Rënohet sistemi, është investuar për sistem. Dhe po u rënua sistemi bëhet problem. Andaj më tepër e pranon idhujtarin në emër të ruhet një sistem i caktuar vlerash, sesa që të bëhemi rob të arsyeshëm, ta besojmë Allahun e mënduar, por tash kjo është problem. Ka se ky besim tash kërkon vlera të tjera, kërkon përcaktime të tjera, orientime të tjera, bindje të tjera, e nuk jemi në gjendje të ndryshojmë apo. Njëi sikurse ka bërë Kurajsh të Mekës. E dini se ky është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, pejgamber, e dini se ky nuk gjen kur, mirë pa kur u tha, nga se Abu Talibi u tha, ky një fjalë kërkon nga ju. A zëtë një fjalë kërkon? Ata thanë për një fjalë, në kulu hamia, 100 i thojmë, jo një. Sa problem një fjalë? Për një fjalë e kia, cila është ajo fjalë? Pas tha la ilaha illallah, tha la naqulu abadan. Kurse themi. Ja. Vetëm të ja. Këtë nuk e themi. La ilaha nuk e them pse? Ka se kjo nuk është thjesht veç besim. Kjo sill pasaj norma, kjo sill pasaj rregulla, kuptime, koncepte, vlera. Është një tërësi ndryshimesh që duhet bëhen te njëri, ai nuk është i gatshëm, nga se e rënon sistemin e epshit dhe egos dhe interesat e tij në këtë botë. Prandaj edhe promovohet si kulturë, si religj, si gjëra të tjera kështu me radhë, zbukurohet e josht e hijeshohet që të jetë vazhdimisht, do të thotë e freskët, e pranuar që njerëz mos mendojnë më tutje. Kjo është pjesë e kulturës, nëse ti mendon ndryshe, e ke ndryshuar kulturën, cilëzimin, trashëgiminë, ke dal, e pse kemi dalë në qindra gjëra të tjera jashtë kulturës, që nuk diskutohet. Apo nuk kemi absolutisht përsa afër ku kemi qenë me kulturën, këtu nuk kontestohet kjo punë. Por këtu mos prek nga se kjo është çështje e ndihshme. Allah më ritosh. Ne do të kthehemi përsin pjesën e dytë për të vazhduar dëmi nëse në emër të respektimit të kulturës ndikim idhujtarin. Allah më ritosh. Në vërmish këputim pjesën e parë për të ardhur në pjesën e dytë për vazhduar pikërisht me dëmet që sjellën nëse respektojmë në emër të kulturës të idhujtarit. Të nderuar miq, jemi kthyer përsëri në studio për vazhduar bisedën tonë, po flasim për idhujtarin. Hoxha masi sollëm ndoshta vetëm një pikë dhe u stërgjatëm ndoshta pak, por duke menduar që shumë e rëndësishme respektimi i kulturës dhe më thënë duke sjell idhujtarin si kulturë, edhe për respekt kulturën dhe respektim idhujtarin. Ashtu mund të rrohet 2-3 shembuj qoftë shkurt të idhujtarisë bashkëkohore që sot respektohet dhe nuk po ndihet nga njeriu, më thënë që kjo është idhujtari. Shirku është shirk edhe mbet i tillë. Edhe pse pastaj manifestohet në forma të ndryshme, por rrënjtë ka të njëjta. Andaj dietarët islam duke i referuar argumenteve të shariatit kanë arritur që ta ndajnë shirkun në lloje të ndryshme, varësisht nga manifestimi dhe lidhja që ka me burimin e tij. Andaj kemi për shembull dietarët thonë shirkul mahabba, shirku i dashurisë, që sot është i tepër do të thotë i përhapur apo. Dashuria me filonin, me fistekun, dashuria me kë, dashuri që shkakton vetvrasje, dashuri që po bën dashuri e rrejshme, dashuri apo sot është jemi në kohën e dashurisë. Nuk do të thotë termi që më shumë të përmendet dashuria. Apo kur zemra diku lidhet me dikën, lidhet me një njerëz që pastaj nuk mund të jetë pa këtë. Kjo shirk është. Po lidhet me pasurinë, nuk e paramendon jetën pa këtë nivel caktuar. Po rama këtë çam duhet jeta mu. Kjo shirk është. Kur lidhet zemra me diç tjetër pos me Allahun, deri në atë shkollë, saqë nuk paramendojë të pa të, kjo është manifestimi i shirkut. Nga se besimi çfarë thotë? Vetëm pa Allahun nuk mundesh. Neve na duhet filoni, na duhet kjo, na duhet normalisht. Mirë, po nuk lidhemi deri në atë shkollë me të, saqë nuk merr kuptim jeta më. Nuk mund vazhdojmë tutje ne më. Aq jemi të lidhur. Apo saqë thjesht ndoshta pas përfundimit të atij që kemi dashur edhe për neve s'ka ndonjë kuptim të vazhdimit tutje. Kjo është merr. Më ndodh shpesh herë në për radio ku jemi apo në TV ku do të kemi mundësi që të kemi kontakt me njerëzit. Veçanërisht në radio më kanë ndodhur disa herë shumë pyetje rreth dashurisë. Hoxh, e kom pas një vajzë, e kom dash shumë, tash ajo nuk më don mua, nuk e di, jam në depresion. Po çfarë në depresion?
Nuk e kupton jetën vetëm atutje. Apo se kupton jetën. Pastaj gjithashtu për vajzat, apo më ka tradhtu i dashuri, ka shkuar tjetër, ashtu ne nuk kam vjen më vetvar, më vjen. Kjo çka është? Kjo vjen për këtij bashllëku të besimit, nuk ka mbushje të mbrëmshme, atëherë mbush çdo kush. Dhe në moment kur ai e largon mbushjen, kthehet bashllëku dhe nuk paramendohet pastaj me bashllëkëtohet. E dyta për shembull që më temë dietarët kanë thënë për shembull shirku i nështrimit dhe i përuljes. Për shembull, shirku apo identitaria bashkëkohore në përcaktimin e të mirës dhe të keqes, dobishmës dhe dëmshmës. Apo përpara kanë pas për shembull këta prisa, kanë pas këta, sot janë tjerë njerëz në mënyrë të verbër i pasojnë, apo në mënyrë të verbër i ndjekin, pa kontestuar fare. Dhe disa gjëra pastaj shndrohen në mite të tilla që nuk guzon të preken. Po nuk është ajo fjala e Zotit, nuk është përfundim njerëzor. Të shikojmë. Andaj bindja kaq e thellë dhe e madhe, dhe nështrimi kaq i madh ndaj njerëzve, ndaj të arriturave të tyre, ndaj përfundimeve të tyre. Edhe kjo është një reflektim i këtij shirku i dhënë bashkëkohore. Edhe kjo është idojtari. Qase ti po bën më shumë se 20 që të përcakton ty mënyrën e jetës, përcakton ty se çka është e mirë, për çka është e keqe. Edhe kjo është fatkeqësisht nuk kuptohet ajo. Si? Nuk kuptohet kjo fatkeqësisht, më thënë nga nëse ti të thosh kështu thotë kjo ndodhet te ata që e quajnë vetë musliman, mund të ndodhë kjo kështu. Po normalisht mund të ndodhë kjo aty që quajnë musliman. Po kjo shirku nuk ka të bëjë me çka quhesh ti unë. Ka të bëjë me kriter, me vepër. E ke bërë Keron të, kjo s'ka bëj me amna më njerëz, kjo s'ka bëj me përkatësi fetare, me përkatësi kombëtare, kjo ka bëj me vepër, me kritere. Kurrë që e bën bjen këtë. Ande kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam u ka lezuar ashabëve ajetin sun Tauba për njerëz që kanë marrë prizet e tyre. Do si zotna i kanë adhuruar pas Allahut, ka qenë aty Adi ibn Hatim. Ishte ka takuar, ka qenë i krishterë më herët. Dhe tha, ja Rasulullah, nëse kemi adhuruar ata, nuk kemi bërë ata din në shkallë të Zotit, nga sa e kupton në shkallë të Zotit, në shkallë të krijimit dhe të furnizimit. E çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Atë që ata u thonin se është e lejuar, a e keni konzuluar të lejuar po? Ata që ata thonin se është e keqe dhe dëmshme ndaluar, a keni marrë sot po e keni marrë? Kanë që kjo është adhurimi? Adhurimi të çka nuk është? Nëse për shembull del një këngëtar apo dhe për shembull preferon një pije të caktuar apo do thotë kjo është e mirë. Dhe gjithë njerëzit masoj. Nuk shikojnë është dëmshme, është halal apo bën apo nuk bën. Ka sa i ka. Ky pasim i vert dhe ky ndërtim i pa kontestueshëm ndaj yjeve të caktuara, ndaj njerëzve të caktuar, ndaj qoftë profesorëve të caktuar. Edhe kjo është manifestimi i caktuarit të verisë. Në është kosërimet e veta, kjo ka spektivat. Unë po flas për klimën e përgjithshme, po flas për individa, për njerëz, qase këto pastaj kanë çarimet e veta patjetër. Po normal. Atë mjafton këto dy hoxha, më thën shkurtimisht, sepse ne dim dëmin e shirkut që Zoti nuk e fal. Ti dëmi i këtyre bashkëhorëve që ne nuk i kuptojmë ndoshta. Që ata që nuk përmendin çështjen e dashurisë bindjes, në një ndodh edhe ke ne që ato që quhen musliman dhe mund të bien në të lloj shirku. Cili është dëmi që nuk arrit kuptohet drejt. Nuk ka vepër me dëmën se shirku. Do në çdo vepër, në qoftë përmendim dëmet e saj, të gjitha ato mund t'i kthejnë shirkut. Nga se pe shirkut bëren çdo e keqe. Çdo sherr bëren pe shirkut, çdo sherr bëren nga idhujtaria. Çdo sherr bëren nga kjo e keqe. Mirë po, ndoshta si për ju mund t'i japi një ose dy pe dëmeve. E para është degradimi i njeriu. Është degradim total. Allahu Gjelle Gjelalu tërë këtë gjithësi, tërë këtë që e rrëthën njeriun, e ka vënë në shërbim të njeriut. Për çfarë arsye që njeriu të jetë në shërbim të Allahut. Ti mos angazho mos asgjë. Ti mos u preokup me asgjë. Si një prind i cili për shembull don që fëmia e tij veç të lexon. As nuk ke me kujtuti më lodh për bukën, as për pijen, as për vesh, as për asgjë. Të gjitha unë t'i bi. Të gjitha të jenë në shërbimin tënd. Të veç shërbej mësimin. Kjo a ndërem ajo.
Dhe ai tashmë për shembull, çfarë bën? Çfarë bën ky njeri? Në vend të mësimit, e largon mësimin dhe tashmë për shembull mirret me ngjyrën e bukur të këpucëve. Po kjo s'është punë jote, kjo degradim për ty. Ti nëse s'pëlqen kjo këpucë ti bën të tjera. Asnjë ti përkushtoj qëllimit për çka? Për çka je këtu, për çka kërkohet prej teje. Andaj është degradim i njeriu. Të besohet në idhuj, është degradim për një krijesë si njeri, vallahi. Është degradim total për të që ai për shembull të lidhet lidhje aq të fuqishme me një çështë shëpturi i tij. Kjo është nënçmim valla. Kjo është propozje. Prandaj edhe për shembull, subhanallahu, në kohën e Jusufit alayhis salam, e gruaja e ministrit që e provokonte Jusufin alayhis salam. Çfarë than gratë në qytet për të? Ato nuk ishin nga ndershmëria të kujdesshme. Ka se ishte prapër zënën kënë e tyne. E pse ato e qortuan gruan e ministrit? Të ravu i du fetaha. E të kishte me u lidhë me një general apo minister, e kuptueshme, pa shëptorën e saj, vrapon pasërsorit, që ka edhe në këtë mentalitet, është e pa kuptueshme, apo? Do në sikur se dikur, degradim është kë. Nëse ato vetë, subhanallah, janë vënë në shërbim të shërbtorëve. Prandaj është degradim i njeriut. Njeriu Allah e ka ngrit, Allah thotë lekat karron në bani Adem, ne kemi nderuar, me çfarë ka nderuar Allahu xhallahu ala? E ka nderuar me këtë shërbim që e ka bë nga të gjitha anët. Dielli është në shërbimin tënd. Çfarë krijesë fuqishme? Që ti të shërbehesh me shërbimin e diellit e Allahut të shërbesh. Tash njerëzit e kanë lënë këtë e shërbejnë diellit. Po ti mos i shërbesh sa i shërbtorit është. I shërbejnë tokës, po toka shërbtorit. Ajo është për ty këtu. Do ti e për dikë tjetër. Andaj degradohet njeriu. Dhe gjithashtu, nëse më lehen koha e treta shpejt ta them, do të thotë në bazë të kësaj pastaj krijohen vlera të dëmshme për njerëzimin apo. Nga se pas nëse promovohet shirku si vlerë, atë nuk ka më antivlerë. Nëse promovohet shirku si vlerë, do mirë, s'ka më diçka keqe, absolutisht. S'ka diçka të keqe. Bëhet e keq veç kur domon dëmi sa shumë i dukshëm. Për shembull, nuk është alkooli sot diç e keqe për njerëzimin. Është e keqe kur desh bën probleme apo. Po çu njeriu nga një gotë pen del me shok apo amoralitet nuk është i keq. Është i keq për shembull kur shitet nderi me para apo dhe bëhet tregtie ku e dinë tregtie trafikim me qenë njerëzore, kjo ndaluar është atë. Por nëse njeriu çdo javë apo nga një punëtore në punë ti ose kudo qoftë ndran bashkëjeton, s'ka diçka të keqe me dëshirësh kjo. Apo do thotë nuk ka më diçka shëmtuar që njerëz turprohen përballë saj. S'ka më. Kush e ka këtë turp? Pikërisht ekzistimi i detyrës, shirkut. Ana thotë Ibn Qayyim rahimullah, çdo mëkat që e bën njeriu, çdo mëkat që e bën njeriu nga mëkat të mëdha, çdo mëkat që e bën, burimi i saj është nga një njullë shirku që e ka në zemër apo. S'është e mundshme. Nuk është e mundshme një zemër e pastër me tauhid, me besim të pastër që sot Allahu xhallahu ala. Rob të Allah ata që nuk e lusin askën pas Allah. Nuk është e mundshme një zemër e tillë të bie në këto mëkate. Kur këtu është defekti, apo fillon të deporton idhujtaria në forma të ndryshme, të zbehet tauhidi, pastaj reflekton me mëkate, sikur i përmenda, e shumë të tjera që janë bashkohore. Allahu na rujtë, Lutja Allahu na ruaj. Është jemi në emisionin ndoshta të fundit përballë një sezoni të rëndësishëm, që është muaji Ramazanit që vjen. Do doja thjesht mesazhin e fundit në lidhje me këtë cilësi me fillimin e Ramazanit, meqense ne mbas ditë fillon muaji Ramazanit. Allahu shpëlbej të lëndëruar, edhe pse domethënë kemi po kjo mendoj kjo emision sot më tepër na shkoi në qortimin e shirkut, ose në vlerësimin e tauhidit. Dhe pse ajeti Allahu xhallahu thot ata që nuk adhurojnë tjetër pas Allahut do të thotë e vlerëson tauhidin, por e ka bërë kët përmes mohimit të shirkut, apo por mendoj që si problem më i madh është shirku, më prezant është dhe ka nevojë që të sqarohet, sepse ka shumë çka duhet folë për shirkun, ka shumë çka duhet folë për të për shkak të prezencës së madhe të tij në mes të njerëzve dhe reflektimeve të tij të fshehta të pavritur nga shumica e njerëzve. Dhe tash është Ramazan duke ardhur, është një kohë ideale ku ne mund të rishikojmë edhe një herë, do të thotë
pozicionimin tonë përballë kësaj vepre të shëmtuar. Na mjafton se Allahu xhallahu ala kur na ka ftuar me agjëru në emër të çka na ka ftuar. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar. O ju besim drejt. Apo andaj je i ftuar në emër të tauhidit. Apo je i ftuar në emër të kësaj, por nuk do ftohesh në këtë sofër të begat të mirësive të Ramazanit. Në sofër e begat me begati të shumta, me mirësi të shumta, nuk do ftohesh po të mos është besimi atë. Andaj ftuar në emër të besimit. Dhe për atë sa e ke njollos besimin me shirk, për atë që të privosh nga ftesa në këtë sofër. Në Ramazani është një rikthim i vëmendjes, se a thua vallë, a jemi të denj për këtë tirje? A jemi ne të denj për këtë tirje? Allah po na thret në emër të besimit, sa jemi të denjë? Që ti përgjigjemi në emër të këtij besimi, duke kontrolluar veten tonë se siç rrim ne përballë shirkut të madh, të vogël, të dashurisë, të respektit, të nështrimit, të pasimit e kështu me radhë. Dhe gjithashtu ajo që duhet të them është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmend se shpërblimi i agjërimit nuk arrihet ndryshe përse duke u flak shirku. Në sa me Ramadane imanen u ihtisaben. Ai i cili e agjen Ramazanin i ka përmend dy kritere, që të dyja kanë të bëjnë me luftimin e shirkut. Me besim të drejtë në Allah dhe duke shpresuar shpërblimin nga Allahu, jo nga askush tjetër. Pikërisht kjo është flakja e shirkut. E ky kush e bën në këtë mënyrë, gufra lahu ma taqaddama min dhanbihi. I fal mëkatet që i ka bërë më herët. Allah në lësë Zotë Gjellë Huala të në mundëson që ta presim Ramazanin, ta kalojmë si duhet, dhe Allah që t'i kënaqë me neve të në falë mëkatet, dhe me të vërtet kë Ramazan tjetë një kristalizues i tauhidit në zemrat tona dhe pastrues i çdo njëri të shirku që ka pasur të përvjedhet nga pakujdesia jonë gjatë vitit të shkuar. Amin. Allah të nderoft. Allah të shpëlbeft. Allahu të shpëlbeft. Të nderuar miq, në fundi emisionit ton, çfarë na mungon, duke kujtuar se ne takohemi mbas muajit Ramazanit në të njëjtin emision për të vazhduar, por gjëra të tjera lutim Allahun xhaleshanu të jeni me të vërtet ata të cilët e pastrojnë, e sigurojnë, e vërtetojnë edhe një herë besimin e tyre me Zotin, duke pastruar nga çdo lloj ngjolle e shirkut e figtarisë, qoftë e vjetër, qoftë bashkëkohore. Qofshin kujdesin e Zotit dhe një agjërim të mirë, të pranueshëm dhe të gatshëm për ta filluar dhe për të përfunduar me të pranuar ka Allahu xhaleshanu. Selamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh.